Po që nuk e kësha ndru Kosovën në asë një vend botës. Kom pas mundësi me shkel shumë vendet botës të mira, ma të mira, po me Kosovë nuk ka. Edhe atë rrugën e shkuarjes, po më interesant pak, e kujtoni shpesh? Për Gjermani? Po. Sigurisht se kujtojnë kam qenë pak ma e madhë, fidi çfarë moshe ke qenë? 7 vjeç, po e kujtoj shumë mirë. Kam qenë dikon 13 vite nëse nuk gaboj. 13. Po. Edhe kemi qenë me një, si atë kohë që dilshin, me pasiguri shumë dilshin në për kufi, në për malë, në për sene, në fatin e kemi pas që babi ka qenë pak ma herët atje, edhe kemi pas fate pa të marrë një vizë që shi mërshin as vetë se di atërë, po që viza jonë kishë qenë shumë mirë edhe me autobus kemi shku direkt prej Prishtinë në Frankfurt kemi zbrit, ku na ka prit babi jonë edhe mandej kemi jetu një 3 vite atje. Dhe jemi këthy me njerë si është liru Kosova, babe ka pas gjithmonë se ta shprindi me të këthy prej Gjermanisë në Kosovë, në një vend pas lufte. U kanë sigurisht për ta e vështirë. Po që na kemi dashur qash shumë Kosovën si fëmi, knasia me madhe jone që ka qenë qatë kohë është më këthy në rapa. Edhe babi gjithmonë e ka përshru ato si një moment që ai e ka pas një lesim shumë të madhë, kur e ka pas që na po kemi qef më këthy më s'me nejnë në Gjermani. Edhe unë ndoshta e kam mirë, ndoshta keq. Tash e kam ndoshta një jetë që, po mendoj, na e kemi një jetë mirë, e kemi një profesion jashtëzakonisht mirë që na sjell edhe të mirat me jetu një jetë mirë, po që nuk e kësha ndru Kosovën në asë një vend botës. Kom pas mundësi me shkel shumë vendet botës të mira, ma të mira, po me Kosovë nuk ka. E mirë i keq lloj që ato vëlla. Cili prej juve?